Përshëndetje, sot do të tregoj recetën e janis vlonjate, pra është fjala për një recetë tradicionale që vjen nga qyteti i Vlorës. Përbërësit që na duhen janë mish qingji, diku 1,5 kg, qep të reja, diku 700 gram, kopër, diku 80 gram, vaj ullini, biber zi, kryp, hudër edhe kos. E qesim mishin me zi, ja shtojmë ujin, derisa të mbulohet mishi. E ndezim temperaturë të lartë. Qesim kryp. Edhe lejmë kështu me zi. Tash i coptojmë qept. Qept i coptojmë, nuk i coptojmë edhe shumë hollë. Coptojmë tamam, si për kisha thënë si për sallat. Qept, siç po shihni, janë të pastrume dhe të lame me ujë. Tash mishi ja ka filluar me blu, ja hekim shkumën, ko pas kohë. Dhe lejmë pakës ka pak pun anash për mos me gufu, edhe lejmë kështu me blu. Nëse blon kështu shumë, atëherë ja zvogloni intensitetin e zjarrit. Tash e fërgojmë qepën, e ndezim zjarmin, temperaturë mesatare. Qesim vaj ullini. Dhe qesim qepën. Tash i qesim edhe kryp. Edhe 2 thelba hudër ashtu si janë. Tash qepa është fërgu. Edhe e nalim zjarmin, edhe e presim tash derisa të zihet mishi. Tash mishi o zi, e nalim zjarmin. Edhe e hekim mishin, e lejmë pak muftov.
Mishin e dini që është zi, kur e prekni edhe është i butë, e cuptohet, edhe hiqet prej ashtit shumë lehtë. Tash vazhdojmë me qepën e fërgume, ndezim zjarmin prap, në temperaturë të ulët. Edhe këtu tash e qesim langun e mishit. Mirë po langun e mishit do ta kullojmë se mos kam me ndonjë eshën prej mishit. Dhe e lejmë kështu me nejt në zjarr të vogël edhe vazhdojmë e prejmë koprën. Kjo recetë e don mjaft kopër, kështu që prej kësaj gjysën e ma shumë e qesim në e përzim me kep të fërgume me lang të mishit edhe preni hollë. Unë e prej pjesës bishtit, që kjo pjesë ka me hynë aty në lang. Tash këtë pjesën tjetër e lejmë për me aqit koset. Të vesh këtë pjesën. Tash e përgatisim kosin, i prejmë hudrat i prejmë imt. Qesim pak vaj ulliri, edhe pak kryp. Kosim. Dhe i tundim krejt bashk. Edhe ja qesim do kopër. Edhe biber të zi. Edhe pjesën e fundit që na ka met të koprës e coptojmë imt për në fund me aqit pjatës. Tash pe coptojmë mishin. Mishin e coptonin copat vogla. Masi që e kena coptu mishin, tash e qesim tenxhere. Tash jania është gati, e nalim zjarmin. Tash e servoj.
qesim kosin. Shumë pak vaj ullini. Edhe pak kopër të freskët. Kjo ishte receta e jahnis vlonjate. Faleminderit shumë për vëmendje. Miropafshim në videon e ardhshme.